Detajet të reja që zbulohen brenda kësaj dosje janë shqetësuese. Dosja ka dhe komunikim tjetër për një pretendim mjaft serioz. Një zyrtar policor tregon se si disa dosje ishin marrë nga një zyrtar tjetër i policisë. Po ashtu nuk janë trajtuar as 186 raste të ankesave të qytetarëve. Raportimi i djeshëm në Kallxo.com për rreth 200 raste penale që nuk u dërguan në prokurori nga stacioni policor i Kosovës në Pej nuk përfundon aty. Kallxo.com ka zbuluar edhe një dosje të re që ngjall dyshime se në Pej po ashtu nuk janë trajtuar as 186 raste të ankesave të qytetarëve dhe raste tjera të natyrës civile, po edhe ankesat e tjera për masa disiplinore brenda stacionit policor. Mos trajtimi i këtyre raste zbulohet nga një email zyrtar nga komandanti i stacionit policor në Pej Idris Atashi, i cili njofton eprorët policor, zyrtarët e inspektoratit policor dhe zyrtarët e prokurorisë së Pejës. Duke marrë parasysh se përveç 186 rasteve të nivelit lokal, ankesat e qytetarëve dhe masa disiplinore të patrajtuara nga stafi komandues i stacionit policor Pej, të cilat po ashtu nuk më janë dorëzuar as deklaruar, derisa i kam gjetur vetë edhe si komandant, pasi i kam gjetur, i kam dërguar për trajtim në Inspektoratin Policor të Kosovës, e të cilat janë në procedurë. Edhe këto raste penale të gjetura ndërlidhen me mos përgjegjësinë e këtij stafi që ka udhëhequr një kohë të gjatë me stacionin. Konsideroj të gjitha këto lëshime nuk i kanë raportuar edhe pse besoj që kanë qenë njohuri ose nuk kanë dashur për arsye që vetëm ata i dinë për të mos kryer detyrat sipas procedurave ligjore dhe rregullave të shërbimit. Inspektorati Policor i Kosovës e ka konfirmuar për Kallxo.com se po i heton edhe këto raste të cilat nuk ishin marrë trajtim në Pej dhe nuk ishin proceduar në prokurori. Sa i përket 186 rasteve të përmendura, sqarojmë se të njëjtat janë rastet cilat Inspektorati Policor i ka trajtuar dhe më pas i ka përcjellë në drejtorinë e hetimeve të brendshme të policisë për trajtim administrativ. Nga verifikimet tona rezulton se këto raste janë proceduar nga Departamenti i Brendshëm për hetime në nivel lokal, mirëpo nuk janë trajtuar nga niveli lokal, për çka Inspektorati Policor është duke trajtuar këtë çështje me autorizim të prokurorisë themelore në Pej. Prokuroria e Pejës e ka konfirmuar po ashtu se kanë autorizuar Inspektoratin Policor të Kosovës t'i trajtojë edhe këto pretendime që lidhen me mos trajtimin e rasteve. Prokuroria pas zhvillimit të procedurës hetimore, vlerësimit të gjitha fakteve dhe provave, patjetër që do të vendos lidhur me epilogun e këtij rasti. Për shkak të fazës në të cilën gjendet rasti dhe ndjeshmërisë së procesit hetimor, nuk mund të ndajmë informacione të tjera për opinionin publik. Detajet të reja që zbulohen brenda kësaj dosje janë shqetësuese. Në këtë dosje zbulohen edhe arsyetimet e dhëna nga zyrtarët policor sepse nuk i kanë dërguar rastet në prokurori. Sipas dosjes, rastet e padorëzuara me kohë nga policia në prokurori pamundësuan hetimin dhe grumbullimin e provave dhe si rrjedhoj konsiderohen si të dështuara. Brenda kësaj dosje ka edhe komunikime në mes të zyrtarëve policor dhe eprorëve të tyre në polici. Në një rast, siç figuron në dosje, njëri nga zyrtarët policor kishte thënë se disa nga lëndët i janë ngatruar në dollapin e tij me sendet e tij personale dhe kjo ka qenë arsyeja pse dosjet e të dyshimëve që kanë kryer vepra penale nuk i kanë dërguar në prokurori. Sipas tij, arsyeja që këto raste kanë mbetur të hapura dhe të papërfunduara është se atij shkresat e lëndës i ishin ngatruar me fotografi, deftesa dhe sende personale të tij, të cilat nuk janë pjesë organizatës së policisë së Kosovës, të cilat kanë qenë në kasetën e tij. Dosja ka dhe komunikim tjetër për një pretendim mjaft serioz. Një zyrtar policor tregon se si disa dosje ishin marrë nga një zyrtar tjetër i policisë. Ne verbalisht jemi njoftuar nga zyrtari policor se derisa ishte në zyrë së bashku me zyrtaren policore në muajin shkurt 2024, aty ka ardhur zyrtari policor dhe shkresat e rasteve të cilat janë të shënuara në raport i ka marrë me vete. Emrat e policëve dhe eprorëve të përfshirë në këtë rast nuk do i publikojmë për shkak se ata tashmë janë duke u hetuar nga Inspektorati Policor i Kosovës nën autorizimet e prokurorisë në Pej. Policia e Kosovës në Pej ende nuk ka kthyer përgjigje për Kallxo.com lidhur me interesimin ton rreth këtij raportimi.